Me pak fjalë, këta e pranojnë Jezusin. Okej, thot. Çdo musliman mbi sipërfaqen e dheut e pranon dhe e beson se Isai, Jezusi, është rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Ne kemi këtë një prej shtyllave të imanit, të besimit. Pra që me i besu të gjithë profetet e Zotit, pa përjashtim. Përfshirë këtu, pa tjetër edhe vullën e profetëve, Muhammedin a.s. Që me hymë xhennet, duhet me i besu gjithë profetet e Zotit gjithësisë. Dhe Isai, Jezusi a.s. është rob dhe i dërguar i Zotit. Është njëri ndër pejgamberët, ndër profetët e Allahut lartësuar, është njëri ndër profetët më të zgjedhur të Zotit gjithësisë. Por ai erdhi si përgëzues për ardhjen e vullës së profetëve Muhammedin a.s. Me hymë xhennet është kusht që me i besu gjithë profetët e Zotit gjithësisë. Dhe patjetër ndër ta vula e profetëve Muhammedi a.s.